janë investuar fal donatorëve të ndryshëm në Kosovën e pas lutës është fjala shumë mjetë miliona për fermat e reja, fermat komerciale me raca gjedhësh, qoftë nga Zvicra, qoftë nga Gjermania, qoftë nga Franca. Dhe ka që këtu po shohim është busha autoktone. Pse, nuk keni pasur mundësia, për çka është busha këtu? Jo. Që është paksu, ki numër shumë në Kosovë. Fakt është, numri i lopëve autoktone është shumë i vogël, edhe na e kemi zgjedhë vetë programin për shkak që t'i përshtatëm ambientit, për shkak që t'a rujmë racën tonë, traditën tonë, edhe pse jo të nxjerrim prodhim edhe rritjen e viçave prej tyne, se jenë lopë cilat me shpenzime janë shumë më të ulta, kurse prodhimin e bojnë të mirë nëse i bëhet normalisht edhe. Kanë më pak qumsht, kanë më pak mishi është më cilësor. Mishi është shumë më cilësor, qumshtin e kanë më pak, po edhe atë qumsht sa e kanë, na e lojnë për viçat vëxhgjit që i kanë. Njëjta vlen edhe për krerët e dhive që keni janë tracës hasit. Po, ashtu. Është autoktone, por keni edhe bardhokën e vjetër. Ashtu, e kemi edhe bardhokën e vjetër i lirë prej deleve, edhe jemi mundu që në 3 sektorët që jemi të përcaktuar, sikur të dhitë, sikur të delet, sikur të lopë, të jenë racë autoktone e vendit. E tash folëm që tash është komercializu blegtoria, ndërka që ju nuk shkonin në këtë formën klasike komerciale, përfitimit me çdo kusht. Jeni, që të themi, në këtë formë edhe blegtor ekstenziv. Por, a mendoni që duhet Kosova të ruaj racat, sikur në rastin e juaj, që të ketë rezervatet të ruajtje se mënyrë që mos të kemi shfarosje apo të humbjes së identitetit qoftë edhe nga kafshët të jetesës në këto troje. Në shumë vendet botës ka fonde të ndryshme që shteti, secili shtet mundohet ta ruajë racën e vet autoktone siç e kanë, po na nuk kemi shku në pjesën komerciale, domethënë përfitimit sa më të lartë, se edhe na e dim se çfarë është, domethënë si ta rrisim prodhimin, po jemi mundu gjithmonë nga kjo autoktonia që ta bëjmë edhe rritjen e kafshëve, edhe rritjen e racës, edhe përfitimi i tyne nuk është i keq, është shumë i mirë. Dhe mendoni që Kosova duhet ta ketë programin nacional të ruajtjes së racave autoktone? Po sigurisht, sikur çdo shtet tjetër. Po, si çdo shtet tjetër që mundohet ta ruajë racën e vet, edhe pse jo Kosova mos ta ketë që ta ruajë racën e vet. Sepse kemi racën. Nuk është që s'kemi pas kur. Kemi pas edhe ta ruajmë pse jo edhe në vite të tjera në vazhdimsi. Po thuaj se ka mbetur specie. Kemi raste. Fakt është sikur bushat numërohen. Fakt është si boallica po ashtu. Janë në zhdukje e sipër, po dash Zoti që bëhet një program i mirë që ti stimulojnë fermerët në mënyra të ndryshme që ta bëjnë rritjen pse jo edhe të racës tonë, qoftë për dele, qoftë për dhi, qoftë për lopë. Është racë autoktone edhe duhet mbrojtë edhe duhet zhvillu.